Banorët që pësuan dëmin nga përmbytjet në Kërqov dal ngadalë po kthehen në shtëpitë e tyre. Uji është tërhequr, megjithatë dëmet janë të mëdha. Në pastrimin e hapësirave kanë ndihmuar institucionet dhe ushtria. Banorët thonë se pas përmbytjeve është vështirë të jetohet këtu pasi çdo gjë që kanë pasur brenda shtëpive është prishur. Mentalno se vratev me isto doma, ama stoji biti se malo kritični ušte. Ušte nije očisteno, ušte nije isušeno, čekamo vjedena svi sušiti da vidimo što kako. Nemam ništa pokućeno doma, ni pauzi, nemamo kasiramo. Седем на циментот спијаме, мора да им помогне градоначалникот. Куќите самите си направивме дупки во зидоите, со црево самите ги миевме. Куќите се направени, значи над мене вака. Све што имавме натре во куќите, све е запустено. Се трудиме да чистиме, ама не можеме да чистиме сини. Овде е многу катастрофа, не сум само ја таа поплавената. Овде вака штучено на Господ што немаше никој жртви. Në sallën e sportit, Ivan Idol ku evakuan banorët tani më ka mbetur vetëm një zonjë e cila thotë se është e smur dhe është e operuar. Да одлучат кај ќе ме носат. Немам јас ништо, значи све е уништено кај мене. Иначе ќе се вратев. Ама јас сум праена веќе 4-та операција, тазе сум оперирана, ми пукна операцијата од поплавата, од стрес, значи. Në teren ishin organet kompetente për t'i evidentuar dëmet në këtë lagje, që më pas në bazë të vlerësimit të caktohet edhe dëmshpërblimi për banorët që pësuan nga përmbytjet pas daljes së lumit Zajazi nga shtrati.